Fidan, duhet ta rishikojnë për të këllit e mundësin që ta pranojnë Konjucën si kryeministër, të vendosin emrin për president, kandidatin për president, kësaj të evitohen 2 palë zgjedhje, jo 1 palë. E para, derisa ka konfirmim pothuajse zyrtar të vetvendosis që kjo nëse ndodh si votim është e përkohshme deri në prill, mendësia jeme thot ose analiza jeme thot që nuk ka përfaqësues politik në Kosovë që bën vetvrasje politikisht. Cila është arsyeja? Me shku dikush më ofru një 3 muaj ditë qeverisje një person i cili vetë pranon se s'ka më qenë më shumë se 3 muaj kryeministër. Ideja e buxhetit ka zgjidhje, përmendëm presidentin, po propozimin pa kon deri në mars mund të ketë qeveri të re nëse marrën zgjedhjet dhjetore etj. Pra, unë nuk pres dhe nuk besoj që ka përfaqësues politik që edhe me marrëveshje politike pranon me i bë vetvrasje vetes politikisht që me votu Konjucën kryeministër kur dihet që vendi mund të shkojë në zgjedhje mbas 3 muaj. Në situata tjera ku kandidat ka qenë Albin Kurti dhe kish pas ftesa për koalicion, pra për një qeveri më afatgjate, më stabile, atëherë po, sepse vetë marrëveshja politike për ndarjet pushtetit ka logjik që një qeveri më marr votat, përndryshe asnjë kuptim nuk e ka tjetër çu pozicionon Konjuca edhe Kurti banko vota hajde t'i kalojmë 3 ditë. Pra, ky është shantazh direkt nga vetëvendosjet që i bëhet ish partive opozitare se partive të tjera, të cilët i fton ose në farformi i kërcënon, i thotë që nëse zvotonin ne shkojmë zgjedhje dhe ky është pozicioni ynë. Dhe unë rrjedhimisht nuk pres Serben që të ketë as marrëveshje, nuk pres që as dikush nga deputetët personalisht ta bëjë një gabim të tillë. Ndoshta mund ta bëj, por për mua përfundon politikisht, të thash, që nga ai moment përfundon sepse mbi gjitha ka një farë s'po e quaj moral, po ka një farë parimi themelor pse jenë në politikë. Natyrisht është interesi i shtetit, por interesi i shtetit është mos m'ia bëllë dikujt lojnat, mos m'ia miratu dikujt lojnat politike siç po i bën vetvendosin në këtë rast. Dhe rrjedhimisht në situata të tilla çdo herë ka zgjidhje, që janë zgjedhjet. Dhe kur ka zgjidhje përmes zgjedhjeve, ky është instrumenti vetëm që e bën një situatë të re. Zgjedhjet prodhojnë diçka të re. Pra ka kohë që për 3 muaj më bëhet edhe qeveria e re, edhe kuvendi dhe më miratu buxheti. E dyta, te gjykata shkurt. Unë nuk pres se gjykata ta kthej ose ta përmbys këtë rrugtim që është kryer tash për një arsye, sepse gjykata në fundit e ka edhe një funksion me kontribu me rujt një stabilitet ose një rrugë që krijohet për me gjetë një zgjidhje të komplikuar që shemi tash. Dhe derisa kemi ardhur deri në finale, deri në finish nuk pres që me kthyen 0. Për mua finish është kjo që nuk ka qeveri Kurti, Konjuca dhe shkojmë në zgjedhje. Dhe nuk pres që gjykata me përmbysta dhe me kthyen në pikën 0. Dhe varianti më i mirë, thash, të ulën partitë politike, mos bëjnë më filma dhe të shkojnë në zgjedhje, të provohet se kush është më i fortë edhe të bëhet qeveria e re.